Ne bëjmë rrugë dhe kemi njerëz që s'dinë sillen me rrugën, bëjmë lulishe, kemi njerëz që s'dinë sillen me lulishen e kështu me radhë. Unë mendoj që ka ardhur koha që të diskutojmë seriozisht si shoqëri, a do të vazhdojmë që të sakrifikojmë përsëri për beton, për hekur, për çimento, për asfalt, apo duhet shikojmë në shoqërinë soft, në aspektin soft. Në Shqipëri, me buxhetin e vitit 2026, ne pritet që të shpenzojmë gati pothuajse rreth 32% prodhimit brendshëm. Çka na çon në një diskutim të rëndësishëm dhe serioz, se sa të rëndësishme apo sa të madh e duam në rolin e qeverisë në shoqërinë tonë. Nëse banesat bëhen në buzë lumeve, nëse banesat bëhen në toka që janë të rrëshqitshme, rrugët që bëjmë, të cilat kanë kushtuar si rrugët europiane ose ndoshta nganjëherë edhe më shtret, dhe ne po i paguajmë edhe nganjëherë sepse janë bërë pa cilësinë e duhur. Çfarë këshilla do i jepnit një të riu, po themi që është në fund të 20-tave, në fillim të 30-tave, i cili do që mbas disa vitesh, po themi mbas të jetë i lirë ekonomikisht, pra të mos jetë i varur prap nga puna për të siguruar gjërat më bazike të jetës. Stilla dhe mençuria popullore është kjo. Është janar, fillimi i vitit, dhe ndërkohë që kalendari na premton fillime të reja, premtime që i kemi bërë vetes që do t'i mbajmë ose jo përgjatë vitit. Një ngjarje tjetër është dhe buxheti i vitit 2026, që edhe pse nuk është alokuar në mënyrë specifike akoma, kemi një ide se ku do shkojnë një pjesë e mirë e fondeve. Dhe na krijon një ide se për çfarë viti duhet përgatitemi. Dhe pyetja ime e parë është, kur e shihni buxhetin e vitit 2026, cila është gjëja e parë që ju bie në sy? Shko, po më lejove të bëj paksa një parashtrim në një kontekst historik të buxhetit, sepse mendoj që edhe për qytetarët është rëndësishme ta kuptojnë paksa se çfarë është buxheti dhe si e reflekton ai rolin e shtetit në ekonomi. Duhet kuptojmë që deri në fillimet e shekullit 20 shpenzimet e qeverisë nuk llogariteshin më shumë se 10% e prodhimit brendshëm. Pra, roli i qeverisë ishte jashtëzakonisht i kufizuar vetëm në ato që quhen shërbimet klasike të qeverisë, pra mbrojtja, rendi publik, sistemi i drejtësisë dhe administrata publike. Gjithçka tjetër operohej nga sektori privat. Me kalimin e kohës, sidomos duke filluar nga vitet 1940, pra pas krizës madhe të famshme të depresionit madh të viteve 29-33, që ishte një krizë globale, kemi filluar që të hyjmë në një epokë të re ku roli i qeverisë është bërë gjithmonë më aktiv. Dhe sot kemi arritur në kushtet kur qeveritë shpenzojnë qeveritë europiane sidomos gati 50% prodhimit brendshëm, pra janë shpenzimet e qeverisë. Çka do të thotë që qeveria dhe sektori privat kanë të njëjtin peshë dhe të njëjtin rol në ekonomi. Në Shqipëri, ne po i afrohemi një kufiri ke gati me buxhetin e vitit 2026, ne pritet që të shpenzojmë gati pothuajse rreth 32% prodhimit brendshëm. Çka na çon në një diskutim të rëndësishëm dhe serioz se sa të rëndësishme apo sa të madh e duam në rolin e qeverisë në shoqërinë tonë. A duhet shkojmë edhe ne tek modeli europian që të shkojmë me një shtet kaq të madh, janë që shteti të zërë 50%, apo të jemi një shoqëri që të krijojë më shumë hapësira për sektorin privat, siç është fjala vjen modeli amerikan, ku roli i shtetit kufizohet në gati 30% shpenzime publike. Pra, para krizës vitit 2008 dhe Covidit, shpenzimet e qeverisë amerikane nuk e kalonin gati 30% prodhimit brendshëm. Kështu ky është një diskutim shumë i rëndësishëm që ne duhet ta bëjmë si shoqëri, sepse përgjithsisht ne gjithmonë presim, çfarë po bën qeveria, buxheti, në fakt, duke pritur nga qeveria, ne delegojmë të drejtat tona, delegojmë liritë tona te qeveria. Kështu që ky është një diskutim që mendoj që ne duhet ta bëjmë si shoqëri. Në gjykimin tim, ne kemi arritur te kufiri i epërm. Pra, Shqipëria ndoshta nuk mund ta kalojë më shumë se 35% prodhimit brendshëm shpenzimet në ekonomi. Çka na çon pastaj tek diskutimi tjetër. Si duhet i alokojmë, pra si duhet i shpërndajmë këto burime në mënyrë që ato të jenë sa më efektive dhe dobishme për shoqërinë. Kështu që në këtë këndvështrimi, pra, analiza duhet të drejtohet më shumë tek cilësia e shpenzimeve publike, mënyra se a i alokojmë ato drejt dhe a targetojmë realisht, pra asunojmë realisht të zgjidhim ato dobësi që ka shoqëria, se ky është kuptimi i buxhetit. Kuptimi i buxhetit është identifikoj një dobësi dhe adresoje me shpenzime publike. Po shikojmë buxhetin e 2026-s, në fakt spikasin dy gjëra për t'ju kthyer pyetjes suaj. Shqetësimi i parë që adreson është mbrojtja, dhe kjo është e kuptueshme në kontekstin gjeopolitik sotëm, pra kemi një rritje të ndjeshme shpenzime për ushtrim, dhe ndoshta edhe në vazhdimsi do të kemi rritje edhe më të forta, në mënyrë që të përmbajmë angazhimet që kemi marrë në kuadrin e anëtarësimit NATO dhe me këto gjëra që po ndodhin, e shikojmë që gjithë bota po shkon drejt armatimit. Kështu që ky do të jetë një prioritet. Dhe prioriteti i dytë duket që janë pensionet, pra agjenda sociale. Domethënë duket ky është rasti i parë ku ne kemi realisht një vëmendje më të fortë
në adresimin e çështjes pensioneve, sepse po të shikosh jo vetëm si peshë specifike, shpenzimet për pensionet kapin peshën më të madhe, është gati 7.6% e prodhimit brendshëm ose rreth 2.1 miliard euro që shkojnë për pensionet, por shtesa e fondeve në krahasim me vitet e kaluara duket që është më e madhe se për herë. Çka do të thotë pra që në gjykimin tim këto kanë qenë dy risitë e këtij buxheti. Pjesa tjetër është business as usual, është alokim buxheti plus 5%, pak a shumë një lloj buxhetimi siç bëhej në kohën e komunizmit, sa ka qenë plus 5% apo sa ka qenë plus 6% sa është projektuar rritja ekonomike. Po, por ai shikoni këto të dyja, domethënë shpenzimet për mbrojtjen dhe për pensionistët si dy dobësi të mëdha që ndoshta me të drejtë duhet investuar apo ka dobësi të tjera që janë harruar ose janë lënë më njanë. Shqipëria ka një legacy, ka një trashëgimi problematike në shumë gjëra, pra ne nuk është se kishim një infrastrukturë moderne, edhe për pasojë të kemi pak shpenzime për infrastrukturën. Ne erdhëm një vend që ishim pa rrugë, praktikisht ishim pa rrugë, ishim një vend që kishim probleme me furnizimin me ujë, edhe qytete që notonin ujë përsëri kanë pas probleme, pra që nga koha e komunizmit, kështu që në një farë kuptimi dobësitë e skaluarës ose agenda e një vendi të nënzhvilluar ka probleme në të gjithë sektorët e jetës ekonomike shoqërore, kështu që arsimi ka nevojë, shëndetësia ka nevojë, sepse edhe gjërat ecin në një kontekst më të fortë dinamik, teknologjisë zëvendësohen kështu me radhë. Kështu që nevojat janë të gjithë kashme. Por këto janë të detyruara, për shembull shpenzimet e mbrojtjes janë një detyrim, janë një angazhim që vendi e ka marrë. Deri tani vendet e vogla kanë qenë free riders, pra deri tani e kanë paguar tjerët faturën tonë, praktikisht vendet e mëdha, shtetet e mëdha, dhe ne të vegjëlit kemi përfituar pothuajse falas këtë lloj shërbimi. Tani që konteksti i ri gjeopolitikës që tham është ndryshe, duhet që secili vend i vogël apo i madh të mbaj peshën e vet në këtë përballje. Ndërsa agjenda sociale unë mendoj duhet ishte targetuar me kohë. Pra unë them që jemi shumë të vonuar, sepse është e pafalshme për një shoqëri dhe për një ekonomi si e jona që megjithse modeste, ne nuk jemi më keq se vendet e rajonit, pra se sa Maqedonia fjala vjen, se sa Bosnia Hercegovina, dhe të kemi pensione që janë 2 herë më të ulta se këto vende. Pra, një vend që ka pension mesatar 200 euro, kur vendet për rreth është 450 euro, është një gjë e pafalshme. Kështu që në këtë kuptim, pra reforma duhet ishin bërë dhe indeksimet duhet ishin bërë më të përshpejtuara dhe në kohë. Ndërkohë, duke parë buxhetin e 2026-s, mendoni që shteti ju e kupton mirë ose siç duhet se si jetojnë njerëzit dhe çfarë mund të tolerojnë ose jo? Unë mendoj që shteti jonë në përgjithësi nuk ka qenë mjaft sensitiv ndaj aspektit, le themi, të zhvillimit burime njerëzore. Po që se shikojmë alokimin e buxhetit në gjithë 3 dekada e gjysmë tranzicioni, ne kemi kursyer, kemi shtrënguar rrypin dhe atë kursim që e kemi krijuar dhe taksa që kemi paguar, pra i kemi çuar në rrugë, në infrastrukturë dhe në përgjithësi peshën më të rëndësishme të shpenzime publike e ka marrë infrastruktura. Dhe agjenda sociale ka qenë pothuajse gjithmonë periferike. Domethënë gjithmonë është thënë që shiko, skema e sigurimit shoqërore, meqense by design është e projektuar që të mbaj veten e vet, pra sepse bazohet në skemë kontributive, paguajmë kontribute, shpërndajmë kontribute dhe roli i taksave duhet të jetë zero. Kështu që në një farë kuptimi, pra kjo i është lënë vetëm thjesht skemës pa bërë transferta të rëndësishme buxhetore në mënyrë që agjenda sociale të ketë përmirësime. Nga ana tjetër, edhe ato që financohen nga buxheti i shtetit, që është pjesë e welfare-it, të programit mirëqenies, që nënkupton përkrajjen sociale apo ndihmën ekonomike, mbështetjen për grupe të caktuara nevojë, shpenzimet tona të buxhetit kanë qenë tmerrsisht minimaliste. Për më tepër, një pjesë e madhe edhe është abuzuar, pra kanë përfituar njerëz që antar këshillash komunash apo familje të lidhura dhe në fakt njerëzit realisht në nevojë nuk kanë qenë përfitues. Kështu që kjo ka bërë që skema të jetë shumë minimaliste dhe pothuajse të mos arrijë që të çliroj njerëzit nga kjo skema e mjerane, do ta konsideroja e mirëqenies. Nga një shikim i shpejt i buxhetit, duket që këtë vit Shqipëria përgatitet të shpenzojë më shumë se sa do mbledh para. Shifrat janë rreth afërsisht 823 miliard të mbledhur. 8 miliard euro dhe rreth 8.9 miliard euro shpenzime. Rreth 600 milion euro është borxhi publik, deficiti fiskal. Për një njerëz të thjeshtë që nuk e kupton mirë ekonominë ose një familje, ideja e deficitit ose borxhit publik. Po, e borxhit publik ose ideja e të shpenzuarit më shumë se sa merr ose se sa
fut në buxhetin e saj, do ishte shqetësuese, po ndërkohë si duhet ta kuptojmë këtë për një shtet? A funksionon njësoj apo ka dallime? Shiko, edhe një familje jeton për te mundësive në një vit caktuar, nuk është e thënë, pra ne marrim borxh për shembull për blej një shtëpi, çka do të thotë që të ardhurat që marrin janë gjithmonë më të vogla se sa shpenzimi që ne bëjmë. Dhe po ta llogarisim në këtë kuptim, borxhi në fakt sot është ndërruar në një nga problemet serioze të shoqërisë. Pra, nëse borxhi i qeverive është në nivel global është gati 100% e prodhimit brendshëm, ka arritur gati 112 trilion dollar aktualisht që po flasim. Borxhi në total është 260 trilion dollar, çka do të thotë pra që borxhi që ka sektori privat përfshirë dhe ne si familje është gati 1.5 herë më i lartë se borxhi i qeverive. Kështu që ne si konsumator dhe si firma jetojmë shumë herë më përtej mundësive se sa jetojnë qeveritë. Kështu që kjo lloj sjellje me borxhin është një qasje e përbotshme. Ajo që dua të them është kjo që borxhi shoqëria njerëzore ka pas për herë. Por deri në fillimet do thoya vitet 1940 ose më mirë eksaktësisht do ta lidhja këtë me një ekonomist shumë të famshëm që është John Maynard Keynes, një ekonomist i famshëm britanik. Deri në këtë kohë qeveritë kanë ndjekur një rregull të famshëm buxhetor që është buxhet i balancuar, pra të shpenzojnë aq sa marrin. Shqipëria në kohën e mbretit Zog për shembull ka pas gjithmonë buxhete të balancuara. Aq sa të ardhurat siguronte, aq kryente dhe shpenzime. Dhe kjo ka qenë një filozofi qeverisë e përbotshme. Sepse jo se nuk kishte borxhe, por borxhet atëherë merreshin kur kishte luftë për të financuar luftra, ose për jetën e luksit të mbretit edhe të familjeve mbretërore, po jo borxhi nuk ka qenë asnjëherë një instrument zhvillimi. Duke filluar me një ndryshim të rëndësishëm në teorinë e ekonomisë nga John Maynard Keynes, i cili për shkak të krizës madhe të depresionit 29-33, edhe meqense kriza vendet nuk po e rimerrin veten, atëherë na solli një teori të re të ekonomisë, teorinë e përgjithshme të famshme që e quajmë neve, i cili thotë që shteti duhet të ketë një rol aktiv në ekonominë. Dhe që shteti luaj një rol aktiv në ekonomi, do të thotë që të shkojë përtej mundësive të veta. Pra duhet që të ngrej borxh në mënyrë që të rrisë kërkesën agregate, duke rritur investime, duke rritur punësimin e kështu me radhë. Kështu që për kësaj kohe, shteti ka marrë një rol shumë të fortë dhe shkon me atë hyrjen që bëra në fillim që sot jemi në kushtet ku qeveritë shpenzojnë shuma jashtëzakonisht të mëdha dhe gjithë qeveritë përgjithsisht janë përtej mundësive të tyre. Kështu që nuk duhet të kemi frikë nga borxhi, sepse siç e thash edhe një herë, kjo është një lloj qasje në kuptimin e instrumentave të ekonomisë që aplikohet në mënyrë të përbotshme, por ne duhet jemi të vëmendshëm në raport me cilësinë e borxhit. Edhe si familje, nëse ne marrim borxh me shku me pasport apo marrim borxh me shku me bë pushime, kjo nuk është borxh i shëndetshëm. Por nëse marrim borxh për të përmirësuar kushtet e jetesës dhe ne kemi të ardhurat vazhdueshme për të shlyer borxhin, ky është një borxh i shëndetshëm. Kështu që në këtë kuptim pra, e thot një president i famshëm amerikan thotë që sa kohë që borxhi është i shëndetshëm është një bekim. Por kur cilësia e borxhit përkeqësohet dhe kur njerëzit e trashin zullumin, atëherë shndrohet në një mallkim. Dhe kjo bën që edhe vendet, siç ishte rasti i krizës së borxhit në Greqi dhe në vendet e tjera europiane, pra kur e kalojnë masën, atëherë ajo fillon të bëhet një pengesë. Kështu që duhet jemi të vëmendshëm në raport me sa borxh marrim dhe ku e çojmë të borxh. A e çojmë për të rritur mundësitë që ekonomia të rritet më shumë dhe të krijojë më shumë të ardhura, apo e marrim me bën rrushë kumulla siç thot populli, e përdorim për qefe, për gjëra luksi dhe jo për gjëra që janë bazike dhe domosdoshme për ekonominë. Për dikë që nuk e kupton gjuhën e ekonomisë, kujt ja kemi vërtet borxh këtë paratë të borxhit publik, sepse flitet për një borxh global, po ndërkohë janë qeveritë të shteteve të ndryshme që emetojnë ose shtypin paratë e tyre. Dhe ndonjëherë është kurreshtja që kujt e kemi realisht këtë borxh. Shiko, në totalin ne kemi një stok total i borxhit gati 14 miliard euro, që është rreth 55% e prodhimit brendshëm. Dhe në këtë stok total rreth 6 miliard, në mos gaboj, janë borxhi i jashtëm, pra këtë ja u kemi investitorëve të huaj, që do të thotë bankave, institucione financiare, apo tani që kemi dalë me eurobondin, ne kemi dalë herët me eurobondin, e zotrojnë edhe individ të huaj. Dhe pjesa tjetër, domethënë diferenca është në borxhi brendshëm, pra e zotrojnë institucionet tona financiare, kryesisht 85% borxhi dhe kanë institucionet tona të brendshme financiare, dhe pjesën tjetër kanë dhe individ. Pra dhe individ që mund të investojnë në bono thesari të qeverisë dhe marrin një normë gjithmonë interesi më interesante se sa depozita e sistemit bankar. Kjo është në përgjithësi kush e mban. Dhe ka një dallim borxhi brendshëm e borxhin e jashtëm, sepse
në një kuptim përsëri popullor, po e them edhe unë për ata që e dëgjojnë emisionin, që kur e paguajmë pastaj koston e borxhit dhe ne paguajmë çdo vit, për shembull në vitin 2025, ne do paguajmë nga buxheti, nga të ardhurat, 630 milion euro është shërbim borxhi. Pra, normal, interesat plus principale që maturohen. Dhe në këtë 630 milion euro, kur ne shlyjmë borxh brendshëm apo paguajmë interesat brendshëm, kjo shkon institucioneve tona apo individëve, familje. Pra një farë kuptimi e ardhura mbetet brenda. Ndërsa kur është borxhi huaj, kuptoj që kjo shkon në favor institucioneve të huaja. Kështu që ka një lloj diferencë edhe në këtë kuptim. Për të rikthyer edhe një herë tek pensionet. Kemi parë në vitin e fundit dhe duket do jetë një lloj strategjie afatgjat, pagesat të përsëritura bonusesh për pensionistët. Po ndërkohë dhe kompensim pas katastrofave natyrore. Dhe jam kurioz çfarë roli luajnë ekonomikisht të pagesa që bëhen një herë në vit ose dy herë në vit, one-off payments. A e rregullojnë realisht vulnerabilitetin e njerëzve apo thjesht menaxhojnë pritshmëritë? Stimujt fiskal apo bonuset që jepet në raste të tilla, sigurisht që kanë një efekt social të dukshëm, sepse këto jepen për shtresa që janë shumë vulnerabël, po kanë edhe një lloj stimuli ekonomik në një farë kuptimi, sepse kjo është një kategori sociale që nuk e kursen atë që e merr. Pra përgjithsisht ky grup shoqëror, gjithë atë shtesë monetare, 20 milion apo sado që të kushtoj kjo paket financiare, praktikisht qarkullon me njëherë në ekonomi dhe i jep një lloj shtyse dhe një lloj bumi edhe ekonomisë. Pra ushqen konsumi dhe në përgjithësi luan edhe një rol në kuptimin makroekonomik, pra si një lloj force e shtuar monetare për të nxitur edhe rritjen më shumë të ekonomisë. Por në kuptimin social pa diskutim që këto kanë një rol të padiskutueshëm. Kjo nuk mund të zëvendësoj kurrë pensionin. Pra pensioni është ajo me të cilën njeriu jeton çdo ditë dhe jeton gjatë gjithë vitit. Por këto janë stimuj të cilët mund t'i jepen, ne është bërë praktikë jo në festat e fundvitit, për të zbutur paksa atë varfërinë për të kategori shoqërore dhe për t'u dhënë atyre mundësi për të festuar në mënyrë paksa dinjitoze. Ose në raste të veçanta kur kemi fjala vjen goditje, siç kanë qenë fjalavën e Covidit apo raste të kësaj natyre që me paketa të veçanta apo me masa të veçanta këto kategori shoqërore në përgjithësi stimulohen. Unë mendoj që luajnë një rol pozitiv, por kjo, siç e thash edhe një herë, nuk zëvendëson asnjëherë ato që ne duhet bëjmë për pensionet, për të ardhurat bazike të kësaj kategorie shoqërore. Së fundi, Shqipëria është përballur me përmbytje të mëdha. Verën e vitit kaluar pam zjarre masive. Dhe gjasat janë që katastrofat natyrore do jenë diçka që do përsëritet dhe do na duhet të mësohemi të jetojmë me to. Çfarë ndikimi kanë në ekonomi kur pasiguritë të tilla bëhen të përhershme, pra nuk janë ngjarje, bëhet një kosto fikse e shoqërisë. Pra kjo shndrohet një kosto fikse e shoqërisë. Kështu ka patur shumë studime që janë bërë për këtë çështje dhe më i fundit është një raport që ka paraqitur te Banka Botërore, e cila konsideron që Shqipëria është një nga vendet me shkallën më të lartë rreziku sa i takon fatkeqësive natyrore, pra qoftë përmbytje, ndryshime që po ndodhin, ndryshimet klimatike që po ndodhin e vendosin Shqipërinë në vendet me shkallë të lartë risku. Çka do të thotë që fondet që ne duhet të alokojmë për të menaxhuar më mirë rrezikët në të ardhmen duhet të jenë shumë herë më të mëdha dhe të forta. Duhet që për shembull është e pa tolerueshme që ne presim gjithmonë që të ndodhë një fatkeqësi dhe pastaj të ndërhyjmë dhe fatkeqësisht edhe kur ndërhyjmë ne skemi mjetet e duhura për ta bërë një gjë të tillë. Digjen në zjarre gjithë verës edhe presim të vijë një aeroplan nga një vend fqinjë, skemi një helikopter, pra nga pikpamja e përgatitjes që kemi ne si shoqëri për të përballur, mendoj që jemi shumë brava. Po kështu dhe nga ana e buxhetit. Do të thonë, ajo buxheti vjetor që ne alokojmë për emergjencat është shtmerrsisht i kufizuar dhe i vogël, dhe nga ana tjetër ne e mbulojmë këtë me fondet e kontingjencës apo fondet rezervë. Unë mendoj që kjo po bëhet një kosto fikse dhe është bërë në fakt prej kohësh një kosto fikse, nuk është një kosto fikse, është bërë prej kohësh, por që ne nuk po i japim dot vëmendjen e duhur dhe mbështetjen e duhur buxhetore në mënyrë që institucioni i përkatës të jetë realisht i mirë përgatitur për të përballur. Por nga ana tjetër nuk do të lija me një anë qasjen që duhet kemi edhe ne si shoqëri, sepse kjo është një kosto që e paguajmë ne gjithë si taksa pagues. Pra në thelb, një shtëpi private e cila përmbytet dhe thot paguaj shteti, në fakt shteti jemi ne. Shteti janë taksat tona. Kështu që, do të thënë, edhe keqardhja duhet parë dhe duhet të gjykuar edhe në një kontekst paksa më gjakftohtë. Nëse banesat bëhen në buzë lumeve, nëse banesat bëhen në toka që janë të rrëshqitshme, nëse banesat
Pra edhe në përgjithësi gjithë infrastruktura që ne kemi krijuar, rrugët që bëjmë dhe që po i paguajmë nga 2 herë, të cilat kanë kushtuar si rrugët europiane ose ndoshta nganjëherë edhe më shtrenjtë, dhe ne po i paguajmë edhe nga 1 herë sepse janë bërë pa cilësinë e duhur. Edhe pas studimet e duhura inxhinierike, një rrugë e bërë në ajër, edhe që thyhet pa bërë 1 vit, do të thotë që nuk ka plotësuar asnjë lloj standardi. Dhe e fundit, shtëpitë, banesat private, pasuria private duhet sigurohet nga tregu. Nuk mund të thuash që sigurisht kur ka fatkeqësi të jashtëzakonshme, atëherë po që duhet paguajmë nga buxheti, siç ishte fjala vjen për mbytyje që ndodhen në Louisiana, Shtetet Bashkuara. Dakor, se këto janë realisht fatkeqësi që i kalojnë mundësinë edhe të institucioneve apo të sektorit privat për të përballur. Por këto janë gjërat përhershme, natyrshme, dhe ne duhet edhe si individ, si familjar, që të garantojmë pronën tonë. Dhe garantimi i pronës tonë ofrohet sot, ka instrumente të regu, kompani sigurimesh, dhe ne duhet ta përqafojmë këtë lloj filozofie. Po sa lehtë është realisht që ta sigurosh banesën tënde? Do të thënë, kur shikon me që përmendëm Amerikën dhe SBA-n, përgjithsisht të kesh akses tek sigurimet qoftë për shtëpinë, qoftë për shëndetin, është shumë e vështirë. Do të thënë, tendenca është që të refuzohesh, sidomos kur je në zona që kanë rrezik problematike. Dhe jam kurioz të di, domethënë sa e lehtë ose sa e vështirë është këtu në Shqipëri që të kesh mundësi ta sigurosh. Për zonat që janë hot spots, për shembull, zona që përmbyten për herë, nga zona e Firit, fjala e Semanit. Ato që përmbyten për herë, pa diskutim që këto nuk merren sigurim nga kompanitë private. Dhe në këto raste mund të ketë një risk sharing midis kompanive private dhe shtetit edhe individit, pa diskutim. Pra edhe individi edhe shteti mund të luajë një rol. Po pjesa tjetër, fjala vjen një tërmet. Tërmeti nuk ka lidhje me se ku i ke shtëpinë ti. Tërmeti ka lidhje me standardin e shtëpisë. Kështu që duhet vendosim standarde të cilat janë pranueshme, sepse janë standardet që i vendos shteti, i vendos industria, dhe janë standardet pranueshme. Kështu që ka disa lloje rrisjesh që janë të papërballueshme nga sektori privat, dhe është e vërtetë ajo që thatë ju, ato që ku probabiliteti ndodhes ngjarjes është 100%, edhe është pothuajse 100%, se pothuajse çdo vit kemi përmbytje atje. Atëherë duhet të gjejmë edhe zgjidhje tjera. Për shembull, këto familje është më mirë që të rialokohen që atje, dhe ndoshta do të ishte më me kursim për ne si shoqëri, që ato ndihmohen, t'ju jepet një cop tokë në një zonë tjetër që është më e garantuar dhe më e mbrojtur, edhe ndoshta do të shpëtonim edhe nga këto pagesat e vitpërvitshme. Kështu që duhet kemi jo një qasje, jo vetëm të presim nga buxheti i shtetit, por duhet edhe vetë si individ ti mbajmë në konsiderat këto gjëra. Mos ta fusin familjen, të rrezikojnë familjen, duke vendosur një copë shtëpie që rrin mbi ajër. Në fakt duket sikur kemi humbur dhe një lloj dieje, se po të shikosh në të kaluarën nuk kishte zona që nuk ndërtohej. E vërtet. Në kohën e sistemit komunist, për shembull, këto kanë qenë zona ndaluara, zona e Shkodrës, në Shkodrës, që të gjithë banesat do të bëheshin vetëm në pjesën e lartë, dhe zona e nën Shkodrës, fjala vjen, ishte pa ndërtesa, pa banesa. Zona e Lezhës janë ndërtuar mbi kolektor, janë ndërtuar mbi vepra publike. Përtej kësaj pastaj shkon edhe cilësia e punëve, sepse kemi paguar edhe këtu, si do populli qimet e kokës, dhe po shikojmë që kemi filluar që në vitet 90 me një program të famshëm të Bankës Botërore, $180 milion për gjithë sistemin e kanalizimeve për bujqësinë. Kanalet ju dhanë në mirëmbajtje shoqatave, ju dhanë komunitetit praktikisht, dhe u provua që komuniteti nuk e vrau shumë mendjen, e mori falas, nuk e mirëmbajti më, u rikthyen edhe një herë siç ishin më përpara se të rregulloheshin, dhe i rimori edhe një herë shteti. Pra bëjmë investime her pas here, dhe investimet bëhen pa cilësi, dhe qëndrueshmëria e investimit është një çështje serioze. Duhet t'ju pyes pak edhe për çështjen e strehimit dhe tregun e shtëpive. Për vite me radhë na është thënë që çmimet e shtëpive janë të larta, po qerat nga ana tjetër do stabilizohen. Ndërkohë kohët e fundit kanë dhe lajme që dhe qerat janë duke u rritur. Kur shihni tregun e shtëpive sot, për kë ju duket se është dizenjuar më tepër? Domethënë është dizenjuar për ata që duan të kenë një shtëpi për të jetuar, apo për ata që duan të përfitojnë ekonomikisht? Për investitorët. Në fakt, nëse do të shikojmë, edhe kjo nuk është vetëm një histori shqiptare, në fakt është pothuajse e përbotshme që nga kriza e vitit 2008-2009 dhe në vazhdimsi seria e fortë e goditjeve që ka marrë ekonomia botërore,
edhe sot që është një proces të rëndësishëm të ristrukturimit vetes saj, njerëzit kursimtarë që në një pjesë madhe e bollë janë shumë kursimtarë, sepse mosha mesatare është rritur shumë dhe kur vjen mosha e pleqërisë, pleqët mbajnë gjithmonë kursime për ditën e shiut. Dhe këto kursime pra njerëzit kanë kërkuar alternativa se si ta transferojnë pasurinë, si ta trashëgojnë pasurinë. Dhe historikisht trashëgimi i pasurisë ka qenë beton edhe tulla, edhe që do thot pra real estate, pasuri e palujshme, ose ari dhe monedat e forta. Tani monedat nuk janë më të forta, dollari amerikan është shumë i kërcënueshëm me gjithë këto gjëra që po ndodhin aktualisht, pra ka një mosbesim edhe për shkak të borxhit që ka qeveria amerikane, ka një mosbesim të madh ndaj qëndrueshmërisë edhe të ekonomisë amerikane, kështu që njerëzit kanë kërkuar alternativa dhe alternativa më e mirë ka qenë ari, dhe keni parë ju që edhe çmimi i arit është rritur në mënyrë stratosferike. Dhe dyta janë çmimet e banesave. Kështu që kjo është një gjë e diktuar apo e nxitur nga kërkesa për investitorë, pra investitorë që duan të trashëgojnë pasurinë dhe të ruajnë vlerën e kursimeve të tyre. Dhe gjë që edhe në Shqipëri po të shikojmë një pjesë e madhe të tregut ushqet nga të huajt. Për te paras informale pas një diskutim, sepse paraja informale kjo është shkaku kryesor, domethënë që paraja informale pothuajse e gjitha po kanalizohet përmes sektorit ndërtimit. Ne shikojmë arrestohet një i kërkuar, fjala vjen i huaj, dhe rezulton me sekuestron 30 shtëpi, 40 shtëpi. Domethënë, kjo tregon qartazi që edhe paraja nga bota e errët e Malavitës ka depërtuar fort, por edhe paraja e ndershme në një farë kuptimi, pra investitor, qoftë edhe të brendshëm, qoftë edhe qytetarë, që kursimtarë, të cilët shikojnë që paratë e tyre po ngryhet, vlera e tyre po ngryhet për shkak të inflacionit, për shkak të vlerësimit të monedhës, ke kursimet në euro dhe euro është vlerësuar me 30-40%. Kështu që e gjithë kjo situatë apo këto zhvillime kanë bërë që tregu i pasurisë palujshme të jetë ai që e ka përthithur të gjithë të lloj oferte të tepruar të paras huaj, le ta themi, të euros. Kështu që kjo e ka çuar në çmime stratosferike, pa përballueshme, në kosto që janë krejtësisht pa përballueshme edhe për qeranë mujore, dhe sidomos kjo godet pastaj grupet e reja, ato rinin, të cilët janë më të cënueshëm sepse ato hyjnë edhe në punë me paga më të ulta, dhe nga ana tjetër çmimet e kësaj e këtyre që është kostoja kryesore në shpenzimet mujore të një familje janë në rritje të papërballueshme. Mendoni që kemi kaluar pikën ku strehimi nuk është më çështje tregu, po është bërë dhe çështje politike tani, apo ka qenë gjithmonë çështje? Jo, unë mendoj që Shqipëria ka një veçanti në fakt në raport me vendet e tjera, sepse edhe nga censi për shembull rezulton që në mos gaboj gati 80% e shqiptarë janë pronarë të shtëpive. Kështu që në një farë kuptimi, ajo që morën nga trashëgimia nga sistemi i kaluar komunist ishte që shtëpitë dhe banesat pothuajse i morën falas. Kështu në një farë kuptimi për një pjesë të madhe të shoqërisë ky mund të konsiderohet një problem i kapërcyer, por problemi është për ata që grupet e reja, pra për brezin e ri, për gjeneratën e re, jo gjeneratën Z, po për gjeneratën e re, dhe këto alfat që po vinë tani, të cilët do të jetë tmerrsisht e vështirë që të përballen me këtë lloj tregu, familjet e reja që krijohen, të cilat e kanë vështirë. Dhe ne shohim për shembull që familjet bëjnë gjithnjë më të mëdha sepse fëmijët nuk dalin më nga shtëpia e prindërve, sepse nuk e kanë të vështirë të përballojnë jetesën. Dhe në këtë kuptim unë mendoj që për çiftet e reja, për shembull, duhet kemi politika publike, politika sociale, dhe për sidomos për çiftet e reja, unë mendoj që duhet ketë program shumë të fortë, të mbështetur mirë nga bashkia e ka programin, po është tmerrsisht i kufizuar dhe diskriminues, pra përballon nevojat minimaliste për një grup shumë të vogël apo për një numër shumë të kufizuar nevojtarësh. Kështu që kjo duhet të jetë një skemë më masive dhe të kombinohet edhe me ato me projektin e zgjerimit popullsisë, sepse ne me këtë demografi po shkojmë drejt një shoqërie ku s'do kemi më shqiptarë, do ketë më shumë të huaj se sa raca jon. Kështu që duhet ta shikojmë edhe një projekt pra më të madh të përmirësimit të gjendjes demografike të shoqërisë, që çiftet e reja të stimulohen, që të krijojnë familje dhe të mbështeten më mirë financiarisht. Duke parë gjendjen aktuale, shikoni të mundur që çmimet e shtëpive ose dhe qerat të ulen në një të ardhme të afërt ose të bëhen më të përballueshme? Qerat dhe sidomos çmimet e tregut pasurisë të palujshme janë një problem serioz, sepse në qoftë se
ato do të fillojnë që të bien dhe do vi një ditë që do bien pas një diskutim, sepse kjo është sinusoida e luhates në tregun e real estate-it. Kemi parë që nga vitet 80 krizat e famshme në vendet nordike, kemi parë edhe në Japoni në vitet 90, kemi parë në Shtetet Bashkuara krizën e famshme, recesionin e madh 2006. Pra, kjo është një gjë që ndodh në gjithë vendet. Problemi është që kur të vijë ajo dita që çmimet të bien, sa e ekspozuar do jetë shoqëria dhe sidomos sistemi financiar në raport me kredinë, sepse kjo mund të jetë një burim destabiliteti dhe një lloj shoku, i cili mund të krijojë shqetësime serioze për shoqërinë tonë. Kjo është arsyeja pra që edhe Banka Qendrore, për shembull, Banka e Shqipërisë duhet të jetë çik më, në gjykimin tim, edhe më agresive në raport me kufizimin e kreditimit për tregun e pasurisë të palujshme, në mënyrë që të paktën të izolojmë efektin vetëm tek individët që janë investitor, për ata që kanë investuar dhe jo tek sistemi financiar i cili mund të ketë pasoja dhe më serioze. Banka, unë e di që banka dhe gjatë vitit kaluar ka ndërmarrë disa herë masa, edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar ka qenë mjaft i interesuar për këtë çështje, pra kanë kufizuar paksa praktikat e huaja, por ne shikojmë që ekspozimi më i madh i sistemit tonë financiar prapë mbetet shteti, pra borxhi publik, që zotërohet nga bankat, dhe e dyta është tregu i pasurisë të palujshme në sektorin e ndërtimit. Kjo pra duhet parë në gjykimin tim më me shqetësim. Sa pjesa tjetër, në gjykimin tim, unë mendoj që çmimet janë përtej logjikës, kemi kohë që e kemi thënë këtë, kemi edhe një supply, pra një ofertë shumë të madhe të banesave të cilat qëndrojnë stok, edhe që janë të papërdorshme. Dhe kjo lloj prirje për të shkuar vetëm mbas ndërtimit është një lloj sjellje tur me herding behavior, e cila duhet i jepet fund. Duhet investitorët shikojnë alternativa tjera ku të investojnë parat dhe jo vetëm në tregun e pasurisë të palujshme. Po, mos ndoshta ka ardhur koha për një taks pak më agresive ndoshta jo për shtëpinë e dytë, po për shtëpinë e tretë dhe të katërt. Pas një diskutim, edhe kjo është një nga mangësitë më dha serioze që ka sistemi jon tatimor, sepse në një farë kuptimin e duhet kërkojmë nga dhe gjejmë parat, edhe parat e buxhetit shtetit këtu janë që qëndrojnë. Edhe kjo është taksa dhe më e drejtë, taksa mbi pasurinë. Më të pasurit tu do paguajnë më shumë edhe më të varfrit do paguajnë më pak, sepse më të pasurit kanë 3 shtëpi, 4 shtëpi, 5 shtëpi, dhe pas një diskutim që taksa duhet jetë shumë më e fortë. Por ne nuk e mbledhim fare, pra ose e mbledhim në një mënyrë, do të thoja, jashtëzakonisht problematike shumë pak në krahasim me potencialin që kemi për të rritur të ardhur, sidomos pushteti vendor, sepse kjo është një taksë që shkon pushtetit vendor. Kështu që unë mendoj pa diskutim që edhe taksa duhet të jetë shumë më e lartë për banesat e dyta, treta e kështu me radhë. Edhe për banesën e dytë. Deri në 2 banesa ndoshta një familje mund t'i ketë, sepse pak a shumë standardi sotëm i shoqërisë është i tillë që njerëzit kanë edhe një shtëpi pushimi, por për te 2 shtëpive, pastaj atëherë je një biznesmen, edhe duke qenë një biznesmen, sepse ai është një investim për biznes, atëherë duhet që taksohet paksa në një mënyrë më të fortë. Një nga problemet që po ndodh pothuajse kudo në gjithë botën është kjo paaftësia për të përballuar një jetesë dinjitoze përmes pagës. Domethënë ti sado që të punosh, sado shumë që të punosh, pagat nuk është se kanë ndryshuar. Dhe ju si njohës si ekonomist, si akademik, si profesor i ekonomisë, çfarë këshille do i jepnit një të riu, po themi që është në fund të 20-tave, në fillim të 30-tave, i cili do që mbas disa vitesh, po themi mbas 10 vitesh ose mbas 15 vitesh, do të jetë i lirë ekonomikisht, pra të mos jetë i varur prap nga puna për të siguruar gjërat më bazike të jetës. Rregulli i art është një libër shumë i famshëm, The Richest Man in Babylon, pra njeriu më i pasur i Babilonisë që në epokën e hershme. Edhe këshilla edhe mençuria popullore është kjo që nga e ardhura që merr, sado që të marrësh, individi nuk mund ta shpenzojë të gjithën. Pra nga ajo që merr, do të shpenzosh 80% dhe 20% të përpiqesh ta akumulosh dhe ta investosh. Dhe ky investim përsëri duhet bërë përsëri një smart, duhet ta bësh çik me mençuri, që gradualisht një pjesë të saj ta kesh investim të sigurt dhe pjesën tjetër edhe çik me risk lart, sepse edhe me risk duhet luajtur në mënyrë që të kesh edhe një normë të lartë fitimi. Dhe kjo lloj sjellje në gjykimin tim është një sjellje më e përgjithshme që mund ta adoptoj. Pastaj kur krijon një lloj comfort zone, një zonë komforti që individi ka dhe pak kursimet e tij, atëherë mund të përmirësosh jetën duke u drejtuar kredisë bankare të shëndetshme që thash edhe më njëherë më përpara, në mënyrë që të përmirësosh standardin e jetesës të familjes. Pra duhet që
individi të jetë jo vetëm punëmarrës, po të jetë dhe investitor. Pra duhet dhe investitori në kuptoj që kursimet e tij që ti bëj, ti përdorësh për të shëndoshur financat e familjes në vazhdimsi. Më konkretisht, kush do ishte një investim i sigurt dhe kush do ishte një investim pak me risk më të lartë? Shiko, investimet sigurta në Shqipëri janë investimet në bono thesari qeverisë. Dihet qeveri quhen sovrane dhe by definition nuk duhet falimentojnë, megjithëse falimentojnë në fakt. Për shembull, Greqia falimentoi dhe krizat e borxheve në fakt janë falimentime, por teorikisht dhe përgjithsisht janë tepër të rralla, falimentimet e borxheve qeverive. Edhe në këto raste kur falimentojnë nuk është se ato nuk ju njihen, sidomos individëve. Investitorëve institucional ndoshta një pjesë falet dhe pjesa tjetër ata e përthithin, por ky është një konsiderohet si investimi më i sigurt i mundshëm, edhe që përgjithsisht ofron norma më të larta interesi se sa depozita e thjesht bankare. Kjo është një alternativë e sigurt. Alternativa tjera pastaj sot tregu ofron mundësira të jashtëzakonshme. Unë personalisht nuk jam shumë fancy i tyre, kriptomonedat, fjala vjenave, të cilat kanë një luhatshmëri të jashtëzakonshme, mund të bëjnë të pasur, por edhe të marrin të gjithë pasurinë dhe gjithë kursimet që ke. Por tregu ofron sot fictious, pra tituj fictious, fiktive, siç janë kriptot, fjala vjen, apo disa asete, apo tregtimet që bëhen në platformat online etj, të cilat ofrojnë norma shumë të larta apo janë të rrezikshme. Por investime në përgjithësi, po ta shikojmë në historinë 100 vjeçare të tregut financiar, normën më të lartë të interesit dhe norma më lartë e fitimit, pra, edhe pothuajse sigurt ka qenë në corporate bonds, pra në letra me vlerë borxhe të korporatave. Në Shqipëri nuk është se ofrohen, se ne nuk kemi kompani të listuara në stock exchange, por mund të investosh jashtë, sepse jemi një shoqëri të hapur. Shqipëria gradualisht shpresojmë një ditë do të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian, por individi mund të investojë edhe në tregjet e huaja financiare, pra mund ndërtosh një portofol interesant. Edhe sot nuk ka nevojë edhe t'jesh atje, sepse e bën direkt nga kompjuteri, nga online. Pra sot mundësitë janë të jashtëzakonshme për të qenë investitor dhe për të siguruar fitime goxha të mira, po t'jesh pak smart, por edhe t'jesh çik i vëmendshëm dhe i kujdesshëm. Një pyetje të fundit. Nëse do kishit lirinë të formsonit agjendën ekonomike për të Shqipërisë për 2026, cilave gjëra do ju jepnit më shumë prioritet? Unë mendoj që ka ardhur koha që të diskutojmë seriozisht si shoqëri. A do të vazhdojmë që të sakrifikojmë përsëri për beton, për hekur, për çimento, për asfalt, apo duhet shikojmë në shoqërinë soft, në aspektin soft. Unë mendoj që kemi krijuar një disproporcion të madh. Kemi një shoqëri që fatkeqësisht po shfaqet dhe po manifeston probleme serioze, dhe nga ana tjetër në kuptimin e sistemit arsimor, në kuptimin e shëndetësisë, në kuptimin e zhvillimit të individit në tërësinë e tij. Dhe ne harxojmë pothuajse të gjithë parat për tendera publik, për rrugë, edhe rrugë që s'mbarojnë, rrugë që shëmën, rrugë që vazhdojnë dhe krijojnë gjithmonë trafiqe përsëri. Dhe nga ana tjetër kemi neglizhuar shumë aspektin social. Personalisht unë mendoj që shoqëria duhet të diskutojmë seriozisht se si duhet të jenë kufit e ri të tavaneve buxhetore. Të heqim dorë ose të kufizojmë investime që do të bëjmë për infrastrukturën dhe të shkojmë drejt infrastrukturës sociale, e cila është shumë e rëndësishme se sa nga një herë se sa rruga. Ne bëjmë rrugë dhe kemi njerëz që s'dinë sillen me rrugën, bëjmë lulishe, kemi njerëz që s'dinë sillen me lulishe, ne kështu me radhë. Kështu një farë kuptimi, balanca ka qenë skewed, e ansuar ndaj aspektit hard dhe kemi harruar aspektin soft. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe ju. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.